Mbrëmja në Big Brother Kosova u erësua me një heshtje që nuk ndodhte shpesh. Produksioni thiri banorët në dhomën e ndenjes dhe u dha një paralajmërim të ftohtë. Do shihni diçka që lidhet me Dolcen në Grande Fratello. Edi ngriti kokën menjëherë. Zemra sikur ju ngrit në fyt, ai e dinte. E ndjente në ajër se diçka nuk ishte e mirë. Moment 1, pamja e parë që e thyen Ediun, në ekran shfaqen pamjet e Grande Fratellos, Dolce në obor, duke qeshur me një nga banorët italian. Ai e shoqëron, e prek në krah, i bën komplimente. Ajo buzëqesh, nuk tërhiqet, atmosfera duke intime, e afërt, sikur gjithçka ishte e natyrshme për të. Ediu ngrin. Nuk flet, vetëm fytyra i zbardhet. Kjo nuk ishte xhelozi, nuk ishte thjesht frikë, ishte momenti kur ai e kuptoi se Dolce po gjente dikë tjetër atje jashtë. Ediu li lëvizën buzët, por nuk doli zë. Banorët e tjerë e vunë re menjëherë thyrjen e tij. Moment 2, shpërthimi i dhimbjes, syt ju mbushën me lodh. Ai u ngrit ngadalë nga divani, eci pak para, mbrapa dhe tha me zë të ulët, i dridhur, jo. Kjo nuk mund të jetë e vërtetë. Ajo nuk bën kështu me mua. Jo Dolce. Jo. Pastaj, pa pritur, pse? Pse po e lë të shkoj kaq lehtë? Pse po buzëqesh me dikë tjetër kur unë këtu e pres? Zëri ju qa. Lotët i rridhnin në faqe pa kontroll. Banorët tentuan t'i flasin, por Edi vetëm tunte kokën. Unë nuk ja kam mohuar asgjë. Unë i kam dhënë zemrën. Dhe ajo atje. Ai nuk e plotësoi fjalin. Dhimbja fliste vet. Moment 3, aratisja në obor. Edi doli jashtë me hap të shpejtë. Ajri i natës e goditi në fytyrë, por as nuk e ndjeu. Ai shkoi drejt pishinës, u ul në buzë, vuri duart te fytyra dhe qau si një fëmijë që nuk e kupton pse po i humbet dikush që e do. Ajo po gjen dikë tjetër. E pash vet. Nuk mund ta mohoj. Nuk mund ta gënjej veten më. Zëri i tij u thye, unë e dua. E dua shumë. Dhe ajo. Ajo po e haron. Në Itali, mes njerëzve të rinj. Moment 4, lutja e tij e pashpresë. Pa pritur, Edi ngriti kokën, shikoi qiellin,